Faleminderit Alban, unë dhe kolegët e mi, kemi gjithmonë kënaqësi kur bashkëpunojmë me ju. Aq më tepër kur shohim se një pjesë e diskursit për të cilë publik në Kosovë, po jo vetëm gjen vend, po iniciohet me shumë ekspertizë, e përcjellur me shumë ekspertizë nga organizatat e shoqërisë civile, në vend të parë nga organizatat të cilët kanë një ekspertizë të ndërtuar tashmë, them jo vetëm disa vjet, por disa dekada. Dhe unë mendoj se çështjet të cilat ju i mbërtheni si tilla duhen patjetër sa më shpesh të vinë nga organizatat e një proveniencë siç e keni ju, sepse mendoj se ky debat duhet të jetë debat i gjerë publik, dhe mendoj se ky debat më së miri ushqehet kur ju i sjellni argumentet nga një pozicion i ekspertëve në të parë, dhe çfarëdo konotacioni dhe spini që merr më vonë nga organizatat e ndryshme politike, gjithsesi nuk lën që të mbjellet një mjegull mbi informacionin ekonomik, por përkundërzi ky informacion del para publikut, del para qytetarëve në formën më të mirë. Dhe unë shpresoj që me këtë cikël debateve që ne kishim kënaqësi të mbështesim, po e fillojmë një cikël të ri dhe po e nisim një diskurs publik i cili nuk do ta ketë aq lehtë të zë vend këto ditë kur jemi të dominuar prej lëvizjeve politike të gjithë ndryshme, por unë jam i bindur se qytetarët gjithmonë do të kenë interesim të madh për të pasur sa më tepër informacion për ekonominë në përgjithësi. Atëherë, ju dëshiroj shumë sukses me këtë cikël debatesh dhe shpresoj se në të ardhmen do të vazhdoni ta mbani lart këtë çështjet ekonomike si të tilla dhe do të arrini biles edhe më shumë që t'i futni në agjendat dhe në politikat e vendit në këtë sektor. Unë pa unë kohë, faleminderit Luan për komentet e juaja. Kisha filluar me diskutimin panel. Ka dhe fjalën profesor Muhamet Mustafa. Faleminderit, ju përshëndes gjithëve, veçmas përshëndes Luanin, po edhe gjithë pjesëmarrësit e tjerë, edhe stafin e rinjmesit, vërtetuesit e rinjmesit që janë këtu gjithë. Përpos panelit përhershëm të ekonomistëve, besoj që i kemi në Skype të na përcjell debatin e të kyç edhe Plumb Çollaku nga Instituti i Vienës për studime ekonomike ndërkombëtare, edhe Gresa Latifi nga Universiteti i Milanës atë në Kështu që edhe ata do të kyçen, për arsye se janë antar panelit përhershëm, por nuk kanë mundësi të vinë këtu, por do të kyçen her pas here në debatet tona. Një pjesë e njerëzve sot janë në udhtim, 3-4 që s'janë këtu, por besoj që të ardhmen do të jemi edhe ma komplet. Pra tema e sotme ka të bëjë me menaxhimin e borxhit publik. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Ne nuk kemi mësuar shumë që të diskutojmë për borxhin publik, posaçërisht viteve të fundit, se ky nuk ka qenë shumë problem aktual. Megjithatë, çdo herë kur një vend e lën pas dore borxhin publik dhe nuk e ndërlidh me politikat makroekonomike, veçmas me politikën monetare dhe me politikën fiskale, tek ai shtet, herët apo vonë, ngadalë apo shpejt, do të ndodhen rregullime të mëdha në konfiguracionin makroekonomik. Në fakt, të gjitha ekonomitë në botë kanë borxhe. Vetëm Shqipëria këtu në herë ka thonë s'kemi borxhe, po nën sipërfaqe edhe ajo ka pas do borxhe, mirë po të gjitha ekonomitë pra kanë nevojë që marrin borxhe. Bile borxhet po rriten, por nëse shohim statistikat më të reja publikuara në Fondin Monetar Ndërkombëtar, del se borxhi publik është rrit prej 70 të ekonomitë të zhvilluara po flasim, mos flasim për ekonomitë e pazhvilluara. Te ekonomitë e zhvilluara, borxhi publik është rrit prej 70% në para krizës financiare në 110% të GDP-s. Mirë po, vendet dallojnë
në mënyrën se si menaxhojnë borxhet dhe si ballafaqohen me borxhin. Pra, të gjitha kanë borxhe, por disa me borxhe hyjnë në probleme të mëdha, të tjerat me menaxhim të mirë të borxhit i evitojnë të probleme të mëdha. Pra, vendet dallojnë nga politikat që ndjekin, nga kapacitetet të tyre absorbuese, cilësia e qeverisjes makroekonomike, mënyrën se si shfrytëzojnë mjetet e huazuara në projekte. Domethënë çfarë projektesh gjenerojnë nga huat, edhe e dyta si e përballojnë riskun e borxhit, a kanë indikator, a kanë organizim, a kanë menaxhim që të janë alert, pra të janë të kujdesshëm dhe ta detektojnë me kohë rrezikun e borxhit. Prandaj qëllimi i këtij raporti dhe qëllimi i këtij debati, edhe është mirë që këtë seri debatesh njëherë në muaj po nisim me këtë temë, është që të shohim cilat janë ecurit aktuale me borxhin publik në Kosovë, domethënë me borxhin e brendshëm dhe të jashtëm, dhe cilat probleme mund na dalin në perspektivë. Domethënë, me çka po ballafaqohemi tash dhe cilat janë problemet në perspektivë. Kosova është një që ka kriju një kornizë bazike për ta menaxhuar borxhin dhe për ta detektuar apo për ta hetuar me kohë riskun nga borxhi. E ka një ligj publik, edhe e ka një program të menaxhimit borxhit 2019-2021. Duhet theksu këtu në fillim edhe kontekstin historik të borxhit Kosovës. Ne këtu nuk po mirëmi me borxhin që e ka pas ish-krahina socialiste autonome e Kosovës, i cili borxh duhet të zgjidhet me suksesionin që duhet ta diskutojmë me Serbinë si dy vende të barabarta. Në fakt Kosova ka marrë një pjesë të këtij borxhi dhe i paguan një borxh prej Bankës Botërore, sa ai s'ka qenë i kontestueshëm, diku 400 milion duket, një pjesë e ka marrë 300 e ka marrë po. Dhe po me këtë punim na kryesisht jemi përqendruar në borxhin që e kemi filluar domethënë pas pavarësisë. Sot Kosova ka mbi 1 miliard borxhe euro, pa më 1 miliard euro, sipas gjendjes në fund shtatorit 2018, e që është dikun 17% të GDP-s. Vetë ju ky nuk është një ngarkim i madh, sepse shumica e vendeve në botë kanë më tepër borxhe. Mirë, po nëse shihni dinamikën se si rritet borxhi në Kosovë, në tabel pak numrat nuk di sa po duken, besoj që e shifni se GDP-ja prej 2013 dhe 2017 është rrit 1.17 herë, domosht 17%. Kurse borxhi publik o rrit në indeksin 209, 2 herë. Borxhi i jashtëm o rrit 1.3 herë, por borxhi i mëshëm ma tepër se 3 herë e gjys. Domethënë kemi një dinamik bukur të disharmonike, e cila mund të prodhojë probleme në perspektivë. Para se të kalojmë pak ma vetëm shkurt për atë që sot diskutohet në literaturë, domethënë gjithnjë më shumë edhe dy agjencionet kryesore, domethënë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po i kushtojnë kujdes qëndrueshmërisë së borxhit dhe menaxhimit të borxhit. Domethënë edhe problemi është se si menaxhohet risku ndaj borxhit, edhe kanë zhvillu mjaft korniza, mjaft instrumente për vendet e ndryshme dhe vetë se si do ta menaxhojnë borxhin. Sugjerohet me të madhe që patjetër jetë një strategji për menaxhimin e borxhit. Ne kemi një dokument, si thash, programi i borxhit shtetëror, por ky dokument është vetëm për 3 vjet. Dhe konsekvencat e borxhit zakonisht janë shumë më të gjata, qofshin pozitive, qofshin negative, kështu që neve na nevojitet një program më i gjatë, më pa gjatë. Tjetër, hulumtimet empirike kanë treguar se të gjitha vendet që kanë një nivel borxhi mbi 100% ose në nivel borxhi deri në 50% nuk kanë zhvilluar strategji, ato pse që kanë shumë domethënë kanë marrë pozitë keqe, s'kan pas strategji, këto që kanë pak nuk e shohin një rrezik madh. Megjithatë këto vende domethënë midis 50% dhe 70% zakonisht e menaxhojnë me kujdes borxhet dhe kanë strategji. Në literaturë, indikator për menaxhim është ky që na po përdorim, borxhi ndaj GDP-s, pagesat për borxhin ndaj GDP-s, pagesat për interesin ndaj GDP-s, struktura e borxhit dhe afati i maturimit. Rreziqet që ndërlidhen me borxhin, e që në literaturë vendetohen në të madhe është nëse me borxh favorizohet konsumi vijus apo favorizohen projekte profitabile. 2. Nëse sigurohet që norma e interesit që paguhet për borxhe të jetë më e vogël se norma e rritjes ekonomike. Dhe ekonomistët më të njohur, domethënë, edhe Blanchard edhe tjerë që i kanë diskutuar dhe kohëve të fundit,
thonë se përderisa norma e interesit që paguhet për borxhe është më ullë se sa përqindja rritjes e GDP-s, borxhi mund të kontribuojë rritjes ekonomike, mirëqenies ekonomike dhe mirëqenies sociale në kushte të caktuara. Krugman, tjetër ekonomist nobelist, do me thonë edhe ai i sugjeron që patjetër me borxhe krahas GDP-s të lidhen dhe suria në çmime e suria edhe në eksport. Do me thonë, është shumë e rëndësishme që borxhi të jetë në një relacion edhe me rritjen e eksportit. Një ekonomist tjetër, Baro, për shembull, ka thonë që patjetër emitimi i bondeve të qeverisë, obligacione të qeverisë duhet mu lidh me esurit në GDP. Nuk mundet me shku në pavarësi pa një GDP. FMN-ja dhe Banka Botërore kanë zhvilluar një kornizë të menaxhimit të borxheve të ekonomive me të ardhmë të ulta. Ajo kornizë është shumë interesante edhe për Kosovën, megjithëse Kosova nuk është vend mesatër e të zhvilluar me të ardhmë të ulta, po nuk është me low income country, është të ardhmë mesme të ulta. Tash kjo kornizë duhet me ju mundësua atyne që ta menaxhojnë riskun, duke përdorur dhe një tregues që Banka Botërore i rangon vendet të ndryshme, të ashtu quajturi treguesi i CPIA, që dhe më thonë kapacitet, vlerësimi i politikave dhe institucioneve të një vendi. Është një indeks që i përdor shumë tregues, dhe në bazë 4 indeksa mandej sektorial, krijohet një indeks që tregon se sa mund me absorbu. Nuk është me vetëm me rëndësi sa mund është me marrë borxh. Ma me rëndësi është kapaciteti absorbus, sa mund është prej borxhi me kriju projekte të mira edhe ato projekte me zbatu me kohë. Për Kosovë kjo është ma dikon është 3%. Konsiderohet, 2017 Banka Botërore 3%. Po mirë të citojmë literaturën, po unë ashtu e kom gjetë në faqet juve të Bankës Botërore 3%. 2015 fakt, ose 2017, CPA, Country Policy Institution Assessment for Kosovo, e ki edhe website-in, prezentim edhe në material. Do më thonë, është 3, është interesant se Shqipëria 3 ka pas dikun 2005, sot u habita Moldavia kishte 4, tash në tjetin vetë kur u matë me Kosovën, edhe Rwanda bile kishte 4, do më thonë. Qofse një vend e ka 3 këtë indeks, do më thonë, ai mund me marrë borxhe për saturimi me borxhe ose mendimat jashtë me vjen e shpejt dhe mandej efektet në zhvillim kanë një tendencë rënje, kanë rendimente rënje. Mandej kjo korniza këtu nuk po merrem me ta, keni material, është qarimi atje, por në qoftë se këshyrëm këtu ku gjendet Kosova dhe me këtë kornizë, duket se Kosova nuk ka ndonjë problem të madh në këtë drejtim, me përjashtim të eksportet janë problem. Eksportit janë ende të ulta, edhe është problem paka shumë kë menaxhimi i borxheve. Programi i borxhit shtetëror i ka definu disa tregues, edhe ku është problemi tash me këtë program borxhit, unë telegrafikisht po e them. Sipas këtij programi, një element kufizues është se pjesëmarrja e borxhit në valuta tjera përveç euros mund me qenë deri në 30%. Kjo është mirë sepse i evitojmë rrezikun e normës këmbimit. Në këtë drejtim Kosova është mirë sepse ka dikun 16% të borxhit në valuta tjera e mund me pas deri në 30%. Domethënë këtu nuk kemi shumë problem. Treguesi i dytë që ku duhet të kufizu është se norma e interesit variabile, domethënë që ndryshon se mas tregut, mund me qenë deri në 30% të stokut borxhit. Këtu sa e përket në total jemi mirë, 16% me borxhin në jashtëm e te kalojmë këto. 38% të borxhit e kemë me interesa variabile. Tjetër tregues që kufizon, do më thënë, mundohet me kufizu riskun dhe me menaxhu, është që borxhi mbrendshëm në borxhin e përgjithshëm nuk mund me kalu 50%. Na jemi afër kësaj, jemi me 47% të borxhit total. Do më thënë edhe këtu duhet me ndez sinjalet e riskut. Me mesatarit e interesave jemi kryesisht mirë, norma e interesit për borxhe është me ullë që sa norma e rritjes ekonomike vetëve të fundit, por
të shohim se norma mesatare interesi është 1.8%, kurse rritja ekonomike 3.4% vitet e fundit. Mirë po, dinamika rritjes së bondëve me maturim 3 deri në 7 vite për mua është mjaft problematike. Indeksi rritjes së këtyre bondëve në vitin 2007 krahasim me 2015 është 538, domethënë 5.3 herë janë rritur. Bondet me maturim më gjatë. Tjetër, është dyfishu pra borxhi mbranshëm përgjithësi, po sigurisht sidomos është rrit kjo. Rritja e GDP-s ka qenë 4.5%, shumë ekonomistë e sugjerojnë rritjen edhe të bondeve që thash me GDP-n. E tash, natyrisht që na jemi në shtet e ri, sa kemi fillu me emitu këto dhe mund ndurojmë kësi disharmonisht, mirë po, sa do të vim problema jo krejt varet për destinimit, për çka kanë më harxhu këto borxhe. Qofse këto borxhe shkojnë konsum, edhe me mbulu shpenzimet që kesh menaxhimit të të paras publike, nuk shndërrohen në vlerë, nuk thehen, edhe nuk shkojnë investime për përdoren vetëm për deficite avaçkurte, atëherë kjo mund të na sjellë në një rrezik. Prandaj ndoshta ndi nga rekomandimet duhet me qenë që këto bondet afatgjate duhet destinimin e tyre me përkutizu pak më mirë. Në qoftë se bondet për një vjet përdoren me mbulu deficitet në buxhet avaçkurta, nuk është ndonjë problem. Por nëse këto bonde nuk domethënë vetëm shkojnë deficit, atëherë mund të vinë në probleme. Tjetër, ngarkesa me borxhe, me pagesa ndaj borxheve nuk është e madhe sepse është rrit shumë. 2013 ka qenë 25 milion, tash është 77 milion. Për buxhetin çdo vjet duhet me nda për borxhe dhe sigurisht duhet me prit që kjo duhet të rritet. Kritike është me çka është supozu ky program. Ky program ka supozu se ne do të kemi një rritje mbi 5%, 6%, gjë që nuk është e paarritshme, objektivisht mund të arrihet, edhe pse prognozat, domethënë bankës botërore janë diçka më ulët, për çka sigurisht Imi do të na flet, por një supozim tjetër që ka ky program i borxheve shtetëror që thotë shpenzimet e buxhetit në vitin 2021 do të jenë 2.3 miliard, ato po i arrijmë veç me buxhetin e 2019. Domethënë supozimi për shpenzime është shumë problem. Deficiti fiskal mund të ndodhë që bëhet problematik. Problemi tjetër edhe më i madh janë garancionet. Për dallim prej shumë vendeve tjera, në borxhin total të Kosovës hyn edhe garancionet. Domethënë, nuk mund me shku borxhi më shumë se 40%, tu i përfshi edhe garancionet. Deri tash një garancioni më i rëndësishëm ka qenë 44 milion për trafikun urban. Shpejt mund të ballafaqohemi një garancion të ri për 350 milionëve për Kosovën e re. Dhe me këtë kur ja shtojmë borxhet, planifikum deri në 20 e nishin edhe këtë garancion, atëherë borxhi i Kosovës prej 1 miliard sa është tash në 2020 nishin do të bëhet 2.3 miliard, do të mri 28% GDP-s dhe mundësia për me marrë borxhe do të ishte problematike nëse nuk ndryshohet korniza fiskale dhe programi. Por më thonë që nga viti 2023-2025 Kosovës mund të kufizohen në mënyrë drastike mundësitë me hi borxh. Tash, politika sektoriale shumë shkurt i keni material, në përgjithësi sektorët ku kemi marrë borxh janë të mirë, se në infrastrukturë janë ngritje e kapaciteteve, mirë po. Problemi është se të përgatitja e projekteve, të vlerësimi tyne, ne do të shohim një prezantim këtu se sa pak edhe me sa keq menaxhohen projektet, domethënë ndaj që më shfryzu për 3-4 vjet, atë projektet zgjaten shumë më tepër, domet janë se na mungojnë efektet nga projektet, domet tjetër është se duhet me pagu një fi zotimit, për shembull Kosova ka pagu 1.7 milion për mjetët që ka tërheqë në periudhën 2013-2017. Menaxhimi i ciklit projektit duket të jetë shumë i dobët, kapacitetet e menaxhimit të ciklit projektit, domethënë përgatitjes projektit, mënyrën që merret vendimi, janë shumë probleme, të cilat janë potencuar në raport, sidomos në raportin e auditorit që e keni marrë të gjithë, i cili edhe na ka shërbyer dhe neve si një lloj inspirimi që ta trajtojmë këtë çështje për arsye se është jashtëzakonisht problematike. Nëse është para pa për shembull
në 10 milion më shfrytzuan 300.000 milion, 300.000 euro për 2 vite, që është para 10 milion e shfrytzuan 300.000 euro, ajo do më thonë totalisht një menaxhim i dobët, një mbikëqyrje e dobët dhe një arsye për mu zgjedh, për mu të dhezë alarmi. Unë nuk po I lexoj rekomandime, sigurisht ju I keni në atë material, mund të propozoni rekomandime tjera, besoj që Albania në fund do të shek këto rekomandime cilat eventualisht mund të pasohen. Okej. Faleminderit profesor, unë ja kisha kalu fjalën Antigonës. Mirë që edhe shkurtimisht të bëjnë pjesë prezantimit dhe mandej kalojmë diskutimin në panel. Okej. Faleminderit shumë. Çka kemë prezantuar është kryesisht dhënat, të cilat veç u preken prej Profes Muhamet dhe Albanit e ekonomisë përmendi. Në mënyrë tabelare, të cilat edhe mundin e me gjetën në pjesën e aneksit të raportit. Nëse doni dhe shmë përcjell, edhe nëse nuk shihen mirë në projektor. Albania përmendi edhe Profa përmendi që Kosova ka relativisht nivel të ulët të borxhit publik. Këta mundu me marrë nëse krahasojmë në bazë dhënave të vitit 2018, borxhi publik, siç e përmendi edhe Profa Muhamet, është 18% GDP-s apo arrin afër 1 miliardit, e cila është dukshëm me ulë se sa vendet të tjera në rajon siç shihet edhe në tabel ose në aneks. Ku shohim se borxhi publik për Bosnën Hercegovinë arrin 38%, Maqedoni 41%, Serbi 59%, Shqipëri 71%, Maltezi 74%. Mund të komentojmë edhe trendin e borxhit gjithashtu, ku shohim se Kosova, Maqedonia dhe Maltezi kanë pas një trend rretës, ndërsa Bosnia, Shqipëria dhe Serbia kanë pas një trend zbritës. Nga viti 2013 në vitin 2017 kemi më shumë, siç e përmendi edhe profesori, të njëjtat dhëna, por tash në mënyrë tabelare. Kemi më shumë se një dyfishim të borxhit publik nga 476 milion në 1 miliard euro në 2018, apo respektivisht 8%, nga 8% deri gati 17% të GDP-s, dhe një trefishim të borxhit të brendshëm nga 152 milion në 663 milion. Borxhi ndërkombëtar edhe sipas kreditorëve shihet në këtë tabel. Profa gjithashtu shkurtimisht e përmendi se Kosova ka një borxh të trashëguar nga Jugoslavia. Kjo shihet në pjesën në rendin e parë, e cila është borxh e BNRZ-s, Bankës Kombëtare, e që lidhet me këtë borxh të trashëguar, që jo është bardh Kosovës në vitin 2009 edhe me këtë borxh është kriju portfolio I borxhit shtetëror të Kosovës, e quajtur borxhi kredia e konsoliduar C, dhe ka një afat maturimi deri në vitin 2035. Ndërsa nëse marrim parasysh borxhin e ri, I cili ngarkon Kosovën pas shpalljes së pavarësisë, atëherë Fondi Monetar Ndërkombëtar, siç e shohim edhe këtu, renditet si kreditori më I madh ndërkombëtar, kështu pasuar nga Banka Botnore, përkatësisht Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim. Mundemi me pa edhe në aneks. Ndërsa të dhënat të borxhit ndërkombëtar sipas sektorëve apo ku janë destinuar më shumë të parat e borxhit ndërkombëtar, në periudhën 2009-2018 janë kontraktuar fonde prej afro 610 milion eurosh, që shihet në fund gjithsej. Prej tyre afro 70% janë investuar në infrastrukturë, siç janë rrugët 37%, infrastrukturë ujore 19%, hekurut 13%, ndërsa në sektorin e energjisë 11%, sektorin e bujqësisë 6%, atë publik 5%, ndërsa renditet si në nivel më të ulët, shëndetësia dhe arsimi me afro 5% së bashku dhe të tjera kemi 4%. Borxhi I brendshëm ka arrit në 668 milion euro deri në fund të vitit shtatorit 2018, që shënon më tepër se një dyfishim në krahasim me vitin 2014. Si dhe mbi 60% e borxhit të përgjithshëm publik I servisuar nga sektori I brendshëm financiar, është I servisuar nga sektori I brendshëm financiar, që janë
bankat, kompanitë të sigurimeve, fondi pensional dhe institucionet publike, siç edhe mund të shohim në tabelë. Kosova ka një pjesëmarrje dukshëm më të lartë të borxhit të brendshëm krahasim me vendet në rajon, siç edhe përmend. Një dinamik më të ndjeshme të rritjes në 3 vitet e fundit kanë pasur letrat me vlerë, me maturitet prej 3 deri në 7 vjet, edhe vlen të përmendet se në vitin 2017 janë mbajtur 19 ankante, ku për herë të parë në 2017 janë realizuar 2 ankante me obligacione qeveritare me afert maturimi 7 vite. Kurse në këtë tabel paraqitet lista 10 projekteve të kontraktuara në periudhën 2013-2016, tabel që e marrë nga raporti auditorit. Deri në vitin 2017 janë tërhequr vetëm 5.2 milion euro, apo vetëm 3% e vlerës së kontraktuar. I kemi të listuar ku mundemi mi pa që rruga Prishtinë-Mitrovica, projekti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe projekti i Energjisë së Ripërtërishme janë kontraktuar në periudhën 2013-2015, ndërsa realizimi i tyre sillet 0 deri në 15%. Projektet e ratifikuara në 2016, siç janë të listuara në menunat 6, 7, 8, 9, apo përveç këtij projekte të mashtit që është për përmirësimin e sistemit të arsimit apo i renditërsi numri 6, asnjë projekt tjetër nuk ka filluar të realizohet, ndërsa edhe ky projekt cili ka filluar me realizu është realizu vetëm 4% e tij. Të njëjtin e kemi marrë si rast ilustrues, mundemi me pa shumë shkurtimisht. Projekt kreditori është Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim, zbatues Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Data e implementimit e parapam ka qenë prej tetorit 2015 deri në shtator 2019. Shuma e kredis për të tërhequr ka qenë e parapar 9.3 milion. Tërheqjet që janë bërë janë 300.000, ndërsa 300.000, ndërsa tërheqjet e planifikuara deri në 2017 ka qenë 4 milion. Do me thënë vetëm 4% të gjithë kësaj kredi janë tërheq. Edhe siç edhe tham, ose si e përmendi profesori dhe përmendet në raportin auditorit, dështimi i realizimit projekteve nga huamarrja brenda periudhës së përcaktuar rrit rrezikun për rinegocim të marrëveshjeve të reja ndërkombëtare. Këto janë disa nga agjencionet apo institucionet për të cilave kemi nxjerrë këto të dhëna. Nëse keni ndonjë pyetje ose ju duhet mburimi, atëherë direkt. Kjo është gjithë. Faleminderit. Një minutë atë mikrofon. Faleminderit atë Antigun. Do ja kaloj fjalën për disa reflektime të para Valentinit. Do të kisha dashur të përkësoj institutin në Invest për këtë iniciativë dhe mbështetjen Fondacionin e Kosovës për shoqëri të hapur për të ngritur debate të kësaj natyre. Unë fillimisht do të isha ndalur vetëm në disa çështje teknike të objektivave që kemi pa në raportin e qeverisë në lidhje me borxhin publik. Një nga qëllimet është fillimi i përgatitjeve të nevojshme për integrim në tregjet ndërkombëtare të letrave me vlerë. Këtu kemi një problem. Vendi nuk ka gradim kreditor, do thonë rating. Ratingu i vendit është i domosdoshëm për të hyqje në tregun financiar ndërkombëtar, potencialisht për të financuar borxhin, deficitet e kështu me radhë. Ka pasur një iniciativë para 7 viteve diçka është bërë me standard &Poor, është vendosur apo nuk është përfunduar projekti për gradim. Ndoshta është vendim i mirë, sepse ajo do ta gradonte
ndoshta jo shumë mirë Kosova, në anën tjetër do ta limitonte në aspektin e vëllimit të huamarrjeve potenciale dhe kostos së kreditimit. Nëse e shohim, pra borxhi i brendshëm është në norma shumë të ulta të efektive të interesit diku deri në 1.5%, kurse borxhi i jashtëm është diku rreth 3%. Edhe këto përqindje janë mjaft të ulta fal në fatkeqësi kriza e fundit 2007-2008, infuzionet të mëdha fiskale, intervenimet monetare ka kriju një botë me norma të ulta të interesit. Dhe kjo është rezultat i norma reflektim edhe tek ne që paguajmë pra norma relativisht të ulta të interesit. Pra, nëse gradimi nuk është bërë në fazën e iniciimit apo të lansimit të projektit të borxhit publik, mund të ketë pasur racionale ekonomike, por është një punë që duhet të bëhet. Dhe ndoshta është mirë të debatojmë nëse është tani momenti të t'i rikthehemi asaj problematike dhe një herë të bëjmë gradimin e vendit dhe më pas të shohim reflektimet në borxhin publik. Do thot, çështja e gradimit do të duhet të ishte pjesë e një debati dhe në qoftë se për mendimin tim punën e sodit mos e lë për nesër. Do thot, duhet me u bë. Do të ishte një rekomandim. Është një anomali pastaj kur mungon ratingu, për shembull letrat me vlerë nga ana e sektorit financiar, bankat komerciale që janë financues për atë 40% të borxhit të brendshëm. Me ligjin e bankave edhe rregulloret e BCK-s provizionohen me 0%. Do thonë janë pa risk. Në anën tjetër, bankat komerciale në raportet e konsoliduara në bankat AMI provizionojnë me 100%. Sepse vendet që s'kanë rating, provizionimi shkon 100%. Do thonë kjo është një anomali e ligjit, respektivisht rregulorës që duhet të adresohet natyrisht paraprakisht duhet një analizë e implikimeve financiare të mëton në potencialin e vëllimit dhe kostos së mëtejme të hyrjes në borxh. Do të thotë, ne me ligj kemi imponuar që me standardet ndërkombëtare, diçka që provizionohet 100%, ne provizionojmë me 0%, që është jo konsistente me rregullat e sektorit financiar, qoftë me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, IFRS, kështu me radhë. Do thotë gradimi dhe rishiqimi i rregullorës së provizionimit të letrave vlerë të qeverisë. Nga raportet që kemi pa edhe i auditorit edhe raporti përpiluar nga Rinvest, do thot evidentohen dhe në pjesën tërmuese të konstatimeve të që i dha profesorit nga kolegja, pajtohemi, do thot kemi dobësi në zbatimin e projekteve, një 10 projektet planifikuara nga financimi përmes huamarrjes 200 milion. Të ratifikuara në periudhën 2013-2016, vetëm 3% janë realizuar. Do thotë kjo reflekton një kapacitet absorbues shumë të vogël të ekonomisë. Me u ndërlidh edhe me marrë një analogji, do thonë financimi i shpenzimeve rrjedhëse përmes borxhit me
installment card, nëse blejmë konsum përditshëm, atër nuk është puna mirë në një ekonomi familjar. Kredia duhet të merret për investim I cili me cost benefit analizë ka neto benefite. Do thotë kjo është një çështje që plotësisht pajtohem me konstatimet që u dhanë nga profesori Muhamet. Edhe një çështje që do doja ta ngrisja është borxhi duhet të jetë në linjë me prioritetet të zhvillimit ekonomik në Kosovë, por edhe në vendet tjera. Nëse e shiqojmë tani për tani kompozicionin në strukturën ekonomike, infrastruktura rrugore, ujore e kurorore dikon 50% e borxhit, kurse arsimi merr pjesë vetëm me 2%. Do thotë në afat gjatë, në afat shkurt dhe të mesëm, mendimi është që rreziqet nga borxhi janë minimal. Por në afat gjatë kjo duhet të ndërlidhet me strategjinë zhvillimore të vendit. Tani kur jemi te strategjia zhvillimore dhe sektorët, është dhe afiniteti absorbuesi I ekonomisë, atë njëherë mendojmë në sektorin e arsimit, reformat në sektor të arsimit, por jo në arsimin që e kemi tash, jo vetëm tek ne, por në gjithë globin. Në kushtet e revolucionit 4 industrial dhe inteligjencës artificiale është shumë problematike ne të dizajnojmë sektorët, cilët do të jenë sektorët potencial tanë. Ato që e dim që shumë vende punës do të automatizohen dhe do të humbe. Mundemi me I marrë disa shembuj shumë të vegjël, që janë edhe këtu te ne, janë disa shkolla, ku shkojnë disa fëmijë, J-coders, po në vetë. Janë disa shkolla që potencialisht janë shkollat e së ardhmes. Kurse sistemi I edukimit tani si është, unë kam dyshime të mëdha që mundet një nxënës I sodit me ju përshtat tregut punës pas 20 viteve, ose pas 20 viteve unë them që vetëm 10% në botë do të punojnë, 90% në botë do të jetojnë nga ana sociale. Dhe tek borxhi, natyrisht duhet ta kemi gjithmonë ti masim rreziqet, sepse rreziqet e borxhit publik, shtetëror sidomos janë shumë të mëdha. Sektorin financiar ka kush me mbrojt. Kemi pa kriza financiare 2007-2008, qeveria amerikane 700 miliard ka qenë pakua e Kongresit që ka në sektorin financiar. Në qoftë se shpërthejmë kriza e borxhit publik sovran, atër do duhet të luteshim për jashtë toksor të gjemë të kanë për me financu deficitin shtetëror të vendet, sepse s'ka kush e financon atë. Ajo pastaj, do të thonë një mini model është kriza greke. Ajo pastaj mundet me reflektu në janë pak ekstreme ku gjitha valutat humbin vlerën, gjitha valutat. Asnjë valutë nuk qenë në stabil. Nëse borxhi amerikan I eurozonës është jo I qëndrueshëm atë gjitha valutat. Nuk janë asetet të cilat ne mund t'i mbajmë. Dhe kjo është kriza greke ka si më thonë, ka dokumentu se sa është rëndësishme vëmendja e vazhdueshme kundrejt borxhit sovran, borxhit
Faleminderit, kaloj fjalën me Giu. Po, faleminderit shumë profesor Ansorti për një organizim tillë ku kemi bisedu herën e kaluar në tetorën, nëntorë kur e keni iniciuar, njëherë kam qenë pro, sepse mendoj që në Kosovë ka mungu një diskutim pa politik, ka mungu një diskutim në nivelin profesional të temave cilat na prekin gjithëve, pa marrë parasysh çka bëhet me politikën, na në fundit jeta është ekonomia, nuk është politika. Politika ngritet në ekonomi. Faleminderit edhe prej donatorëve këtë taskforce që kanë mundsuar një punë të tillë. Për ata që se më njohin, prezentona, unë jam agent Demuka, jam ekonomist për vendin në Bankën Botërore që 10 vjet. Para saj kam punuar 4 vjet si ekonomist Fond Monetar Ndërkombëtar. Domethënë ka rënë me përcjell zhvillimet makroekonomike dhe politikat ekonomike në përgjithësi në Kosovë që të 15 ditët e mërama. Përpara kam punuar me Tini një kohë në Bankë Qendrore, e kemi pas një edhe 2 tavolina bashkë në gjithë njërin tjetrën, kështu që edhe sot s'po vjen si rastisht, po na vjen bashkë me e nis këtë punë. Deshta veç me ju thonë që çka dëgjohet dhe që tash ke zi, bardhëzi. Jeta nuk është bardhëzi, ekonomia nuk është bardhëzi, është shumë më mirë se sa që mendoj. Edhe është me ngjyra, thjesht. Këto kur kam dalë prej FMN-s, kam dalë në Bankën Botërore, të parën pyetje që më ka bëu shefi Amirita pse e orë prej FMN-s, ase ekonomistët zakonisht tentojnë me shku në FMN. Tash si jam lotë pa botën bardhëzi. Banka Botërore i ka me ngjyra është green growth, golden growth e tjera e tjera. Për bim shkurt. Raporti si i tillë e prek një temë që është shumë e rëndësishme. Mirë, po situata në Kosovë është shumë më e mirë se sa që po them. Pse po them shumë më e mirë? Po lidhna tek CPI-ja që e përmend, CPI-ja është një raport që Banka Botërore e bën çdo vit për vendet AIDA që janë sikurse Kosova. Dhe i ka 16 pyetje, një prej tyre pyetje me 2 në pyetje është për borxhin. Mirë, po edhe pse nuk më lejohet me fol për scores sa janë apo nota, e përgjithshme apo thon profesor është 3.6, jo 3, ndërsa për borxhin është 5 edhe është 4.5, 2 pyetje të ndryshme prej 6. Domethënë Kosova qëndron në një situatë jashtëzakonisht mirë, edhe sa i përket institucione për menaxhimin e borxhit, se në raport nuk po është kërkuar që është diskutuar edhe pse tema është menaxhimi i borxhit publik, nuk po është kërkuar diskutimi i asaj që është i organizuar me struktura brenda Ministrisë Financave në Thesar, të cilin në radhë të parë kanë themeluar dhe kanë zhvilluar Thesari amerikan, drejt për drejt me asistencë, dhe ata e kanë zhvilluar komplet tregun e letrave me vlerë në Kosovë realisht, prandaj mund të thotë që kanë pas fat se është filluar prej një baze shumë të mirë në aspektin profesional. Në aspektin tjetër, sa i përket raporteve çka kanë, çka ekzistojnë, nuk u përmend në raport këtu, mirë po ekziston edhe korniza afatmesme strategjia afatmesme e borxhit, realisht MTDS, zhvillimit borxhit në Kosovë, e cila është përgatitur prej Bankës Botërore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, nuk është publikuar. Problemi është ndoshta në ato që duhet me kërku. Programin e borxhit shtetëror. Jo, tjetër është ajo. Është përgatitje e programit borxhit shtetëror, është projekt që është dokument që përgatitet prej Ministrisë Financave vetë, mirë pa është dokument që është bërë prej Bankës Botërore. Banka Botërore gjithashtu ka bërë edhe 2 dokumente të tjera. Parijetin ne kemi publikuar, nuk është publikuar, ka qenë i mëshëm që është problemi, që se ka qenë mas prontin në kompetencë Ministrit Financave me vendosa mu publikua apo jo. Rreth menaxhimit të borxhit dhe qëndrueshmërisë së borxhit në Kosovë, kam punuar vetë në to. Në nëntor të vitit 2017 është përfunduar. Aty i përfshin të 2 aspektet, domethënë edhe aspektin kuantitativ, sa është rrit borxhi, ç'është rrit borxhi, çka bën me borxhin, por edhe aspektin organizativ, se ç'është funksionon, edhe aspektin ligjor. Në raportin juaj për shembull këtu përmendet ligji bazik që është e cila e përcakton borxhin 40%, por nuk përmendet rregulla fiskale, e cila e përcakton 30%, e përcakton 30% limitin e sipërm të borxhit në mënyrë që mujt me marrë kredi produktive, tash këtu prekim të ajo se ka po shkojnë parë, kredi produktive nga institucionet financiare ndërkombëtare. Edhe ajo është ka ardhur me pasi që është vendosur deficiti fiskal për 2% që ne si Bankë Botërore kemi konsideruar që është shumë i ulët, duke u nisë prej faktit se Kosova është në stadin që ka shumë nevojë për infrastrukturë, është në stadin që borxhi publik është shumë i ulët, domethënë nuk paraqet kurrë rrezikshmërie
paktën për një afat të mesëm, edhe pynis për asaj që një klauzulë e tillë që është fut në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe llogaridhënies e mundson investimet produktive nga institucionet financiare ndërkombëtare, të cilat nuk japin kredi vetëm për mi dhënë para të menaxhit, po japin kredi në projekte të cilat shkojnë drejt për drejti në një punë që llogaritet që ka një produktivitet më të lartë. Në këtë rast kemi të bëjmë u përmend prej 100 diçka milionëve, unë mund të thonë që prej 360 milionëve që kanë shkruar në Berzhin nuk janë disbursuar hala kurrë, për shkak të prekim pikërisht ato tematikat që e përmendët edhe ju edhe Valentini tek mosaftësia e përgatitjes projekteve në kohë. Mirë pra e ka qenë një proces i mësimit edhe për Kosovën, mos harrojmë ka kalu prej granteve në borxhe. Ne jemi të ndërtu gjithçka të ndërtu re në Kosovë. Për herë të parë borxhi është ballafaquar me borxhet tona të Bankës Botërore, mas vitit 2009 kur është antarësuar Bankën Botërore dhe 2 kredite para që kanë qenë, dhe atëherë gjitha kanë qenë grante. 2 kredite para projektit për menaxhimin financave për modernizimin e sektorit publik edhe projekti tjetër që ka qenë për, nëse zgavoj, për bujqësi, ndonë 45% kredi, 55% grante. Domethënë ka qenë një fazë me imësu që nuk ka veç falë. Në raportin e juaj dhe mendoj që duhet me u cek gjithashtu në aspektin ligjor, profesor, vështirësitë që janë në marrjen e borxhit jashtëm. Në Kushtetutë Kosovës parashihet që çdo marrëveshje e jashtme përfshi edhe borxhin publik, më ratifikuar me 80 vota. Ne e dimë që kemi strukturën e politikës në parlament, edhe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë gjithmonë me i shty përpara projekte të cilat janë shumë të mira. Pse se kur e shku për shembull si Bankë Botërore me diskutuar me të gjitha partitë kanë thonë, po ne na pëlqejnë, i duam, po s'duam ja bëj çet mirë qeverisë. Domethënë prej natit të amëret dek të mirë. Kosova është i vetmi shtet që ka një kërkesë të tillë se e kam analizuar se është askush në botë nuk e ka. Është absurde, buxheti aprovohet me 61 vota me shumicë të thjeshtë, ndërsa financimi i njëjtit buxhet i kërkon 80 vota në parlament, që është absurditet. Përposh saj si Bankë Botërore ne kemi financuar edhe 2 konsulenta që është bërë rishikimi i ligjit të borxheve, tamam. Ligji të 2010-s është në proces të rishikimit dhe të ripërpilimit me qëllim të eliminimit të krejt pengesave të ndryshme administrative për me thjeshtu procedurën që kudo që ka 2 herë më shku të presidenti para si më përgatit borxhin në parlament më shku mu aprovu si po jemi në gjendje me voçet që të bëjmë. Për shembull, mora si shembull, që është diçka që ne kemi kërkuar dhe kemi financuar realisht 2 këshilltarë tonë që me gjithë zgjidhjen të ardhmen në thjeshtimin e procedurave. Kur flasim tek ajo se deficiti është vërtet borxhi financon deficitin. Ajo është rregull i bazë. Mirë po në Kosovë me klauzulën që thash me rregullën fiskale e cila është valide deri në vitin 2025 vetëm, që mundson investimet e institucione financiare ndërkombëtare, mundsohet që përpos atij 2%-shit me u rrit, ne presim si vjet, në qenë se shumica e procedurave për rrugën Përpej, Korudhën, rrugën për Gjilan, që janë 3 projekte kryesore të IBRD-s, shumica e procedurave veç janë më rrimë realizu. Ata janë vanu përpara për shkak se kanë menduar qeveria që është sikurse në projektet e autostradës që ndërkohë bëjnë edhe ekspropriimin edhe financimin e tjera, ndërsa Banka Berzhin, këtë rast Banka Evropiane e Ndërtimit të Fillimit, ka procedurat që ti duhet me bë ekspropriimin total para se me fillu me ta dhënë centin e parë. Dhënë shkon ndryshim edhe për ata ka qenë diçka e re, edhe një lloj shoku. Mirë atë është përgatit me ndryshu në të ardhmen edhe besojmë që ka me fillu me u disbursu. Ajo ka me ndiku drejt për drejt nëse ndaj mbretje ekonomike, paktën në fashkurt. Kështu që ne mendojmë që nevojat e financimit janë në rëndësi të rëndësishme për borxhin e jo deficiti. Pse po them se sipas rregullës fiskale, nëse nuk realizohet projekti nuk bëhet as deficit. Projektet e Berzhit që i përmendëm në këtë rast, ose edhe projektet tona dhe projektet tjera. Ndërsa nevoja e financimit është vetëm financimi i deficitit të rregullt, i cili shkon fundit ajo paraja nuk ka emën se çka ka në shku. Prandaj ne vazhdimisht bëjmë presion edhe mendoj që njëjta konkluzion del edhe për këtu edhe për diskutime tjera,
që mos me shku në gjana jo produktive, në këtë rast ne I konsiderojmë pagat, subvencionet, transferet, të pa mendu me mirë. Si Bankë Botërore me qenë se ne kemi fokusimin kryesisht në luftimin e varfërisë, shumica e skemave të transfereve nuk shkojnë në luftimin e varfërisë. Ne e dimë që skema e asistencës sociale që është e vetmja skemë që prek drejt për zdrejti personat që konsiderohen shumë të varfër, është shumë e vogël. Edhe mrena 6 viteve një analizë që e kom bot, del që ata kanë pasur ramje në vlerën reale. Është të rrit 2 vitet e fundit, është e vërtet, të rrit 2 herë ka 20%. Mirë, po mrena 6 viteve përpara vlera reale e shumë që e kanë marrë njerëzit në varfëri ekstreme ka qenë më e ulët se sa vitet paraprape. Do të thotë s'janë konsideru për votë as për kurrë gjë. Sa e përket pse kredit në Kosovë, pse norma e kreditive është e ulët, kredive të jashtme, e para është pak edhe që ajo pse është e natë është se kredia e marrë prej Bankës Botërore e trashëguar realisht, në qenë se 1/3 e kredive është pagu me një herë në shtator të vitit 2009, shteti Amerikan I ka dhonë $150 milion, BE-ja I ka dhonë 5 milion euro dhe Zvicranti I ka dhonë $750.000, 2 tranche që në pagu në shtator dhe në mars vitit tjetër. Po pjesa tjetër janë 2 kredi që kanë qenë me variabile, me kosto variabile edhe me kosto fikse. Kostoja fikse, që ajo që është me kosto fikse është 5.13%. Do të thonë është kredi bukur e shtrajt. Pse se ato kanë qenë kredite IBRDs, të Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim. Sot Kosova nuk është antare e IBRDs, ende. Se është ende në AIDA, do të thonë është ende në Asociacionin Zhvillimor të për shkak dhe pikërisht për që është në AIDA, kredit që I ka marrë prej nesh, prej AIDA, po edhe prej FMN-s, janë kredi koncesionale. Ajo është arsyeja pse me normë të vogël. Mirë, po ajo nuk ka më zgjatë tardhën. Nuk ka më zgjatë tardhën për shkak se të organat për kokë banorit Kosova e ka lënë 2 fishin asaj që parashihet me qenë në AIDA. Ka qenë në AIDA për shkak të asaj që është quajtur fragilitet, edhe ajo është thirrë jo në tregus ekonomik, po në tregus të sigurisë, me qenë se prezenca e NATO-s është në Kosovë. Domethënë është politikë në veti. Sa e përket, ju përmend person duhet prapë edhe këtu me të korrigju, Banka Botërore dhe FMN I kanë 2 modele të ndryshme të analizave të qëndrueshmërisë. Njëra është e vendeve me të orgra të ulta që përmend, e tjetra është pikërisht me vendeve me të orgra të mesme të ulta. Kosova e përdor të vendeve me të orgra të mesme të ulta për shkak se është pjesa e asaj kategorie, e para dhe e dyta të analizat që bëhen me atë kornizë, me atë model, kërkojnë ma shumë donët, cilat Kosova fatëmarrësisht I ka, se janë kriju me kohën. Ministria e Financave bën një analizë tillë vazhdimisht, Fondi Monetar Ndërkombëtar bën vazhdimisht, por e kemi bërë edhe na. Në bazë se ai del që në afat të shkurt nuk ka ndonjë rrezikshmëri, as në afat të mesëm, në afat më të gjatë natyrisht që vinë pyetje edhe gjëra të tjera, që për shembull çka quajmë të bësh të qëndrueshëm. Është problem në literaturën edhe në teorinë e përgjithshme është probleme përcaktuar sa është niveli I qëndrueshëm I borxhit. Evropa e përdor 60% dhe ai 60% ka qenë kryesisht ka lind për shkak të borxhit të Italisë, që ka qenë një periudhë shumë të gjatë 60%, që është financuar prej parave të brendshme. Kjo nevoja e garë thonë është lëmje e parave të mafisë Italisë, I ka lënë përmes shtetit. Po ka qenë I qëndrueshëm, s'ka pas nevojë për diçka tjetër, ka ditë që e financon çat borxh dhe që ajo është marrë si limit, si kriter. Mirë, po ajo nuk është, domethënë që 60% është limiti. Kosova e ka 40% në bazë të ligjit. Mirë, po nëse preket këtë rast po thena tek ajo që tha profesor me plot të drejtë, nëse futen në kalkulim edhe garancionet, që për momentin 4 milion kanë qenë, por nëse futet garancioni që ende askush nuk e din sa ka me qenë për termocentralin e ri. Sipas ministrit 350. E po është sipas ministrit 350, ende nuk e dim nashta çka ka me qenë. Ajo me një herë ka me e prek këtë limitin e 30% që kërkohet mos me u tejkalu para vitit 2025 në mënyrë që me shfrytëzu investimet prej bergjet, prej neshë dhe prej bankave të tjera. Domethënë ajo është hapi I parë, rreziku I parë është pikërisht çaj. Nëse ata nuk e ndrojnë,
Nëse nuk e ndroj. Rreziku tjetër është borxhi i klubit Londrës dhe klubit Parisit, të cilat nuk futen ende në kalkulime dhe pse ne si Bankë Botërore gjithmonë në qëllim transparencës e fusim si fusnot që nuk përfshin këtë borxh, i cili ka mu negociu herë do kur me Serbinë. FMN-ja e fut, e shtin në kalkulimet tyne, nëse i këshir raportet e FMN-s dhe raportet tona nuk janë të njëjta sa i përket borxhit. Ne nuk e shtim për shkak se borxhi konsiderohet vetëm ai borxh që është i ratifikuar në parlament. Pasi që të mirë dash. Po tjetra, sa i përket kthimit të borxhit që është hyr 77 milion, ajo është ciklike, profesor, ajo nuk është që ka me qëndru në nivellet e tillë. Ajo është ciklike për shkak se duhet me po përbamjen e borxhit. Është kthimi i borxhit FMN-s. Borxhi i FMN-s është afat mesët, ose afat shkurt realisht. Fillon më kthy mas 4 viteve, edhe kthehet për 4 vite. Borxhi i Bankës Botërore është 40 vjet, i pari i cili i trashëgumi është deri viti 1931, jo 35. Borxhet tjera që i kemi dhënë kredite pare kemi dhënë prapë për 40 vjet. Masa me kemi ndryshu për shkak të ardhmeve më të larta në Kosovë, kemi ndryshu sot japim me kushte blend quhet, domethënë me kushte më të shtrejta se sa që një AIDA kontri, një shtet me të ardhmë turta. Edhe jepet me maturitet për 25 vite, jo 14. Mirë po prapë është norma e ulët, në fat të gotë natyrisht që kushton pak. Sa i përket asoj tek rrezikshmëria e borxhit, çka quhet rrezikshmëria, janë disa tregues, përpas atyre që i përmend. Janë edhe në fat shkurt edhe në fat mesëm, domethënë riciklimi. Jo përmend që është problem rritja e bonave 3 deri në 7 vjeçar. Realisht ajo është e kundërta, se rritja e bonave 3 deri në 7 vjeçar e ka zvoglu barrën e rikthimit të bonave 1 vjeçar. Ne jemi në Kosovë në një problem se një pjesë e madhe e borxhit mbrëmshëm mbahet prej Bankës Qendrore, e cila ka luajtur politikë monetare ekspansioniste, pa prezantuar që është kaluar politikë monetare ekspansioniste. Dhe ka ardhur në atë kufinë që nuk mundet më me blen tregun sekondar prej banka të tjera komerciale. Pikërisht për ata qeveria në momentin e tanishëm na u ka drejtuar ne si Bankë Botërore për një program që me mujtë me zvoglu qatë barrën e si vjetit edhe me shty për vite më tutje. E cilë se di ndodha së ndodhë, se në ndryshimet politike ajo mund të mos më ndodhë hiç. Rreziku ekziston, mirë po si thash, nuk është çast qinor. Kosova është ende në një fazë shumë të mirë, po natyrisht gjithmonë ka rëndësi tek ajo se kush ku i parë, do të si shpajtohen, tek ajo a krijohen kapacitete të rritjes ekonomike ajo. Tini tha me shtin në arsim, unë s'jam me shtin në arsim, arsimi don disiplinë jo pare, se ka pare po. Ka nevojë me shtim më shumë në, është mendimi jam personal. Ka pare po, po s'ka disiplinë. Si arsimi, si shëndetësia. Nuk ka edhe tashti. Pse po them se në analizat që kemi bërë shikimin në financa publike 2017 që është publiku për Bankës Botërore del shumë qartë se numri i popullsisë është ka të bjen, numri i trive është ka të bjen, edhe paraja duhet me përcjell nxënësin. Domethënë që është ka s'ka ndodhur në Kosovë, fatkeqësisht ende. Njerëzit janë ka vinë fush Kosovë, unë banoj fush Kosovë, po si kam fëmijë këtu i kam fal zotit Suedi, se në fush Kosovë punohet me 3 ndrime. Punohet me 3 ndrime. Që është katastrofë, ndërsa në fshatra në shumë vende është shkolla pa nxënësa, me ka 5-6 nxënësa, si mbyllin të jesh me mojtë ata njerëz në punë, që dash me i mbyll. Është edhe them, ka parë më shumë se sa që ka disiplinë asaj. Po nëse s'pesgati më shumë, pajtona me timin shumë mirë e ceku këtë mungesën e rankimit kreditor, dhe kjo lidhet Valentin pikërisht me ato që the me rregullorën që aty ne u kërkon 100% provizionim, nuk ja u kërkon vetëm rregullorja, u kërkojnë bankat e veta. Bankat e veta mëma në shtetet e tyre, ne si Bankë Botërore kemi kërku me shty përpara çështjen e rankimit kreditor. Edhe thashe kanë bo një herë para disa vite, problemi ka qenë se për shkak të politikës, për shkak të gjendjes politike, konsiderohesh si shtet me rrezikshmëri shumë të lartë. Edhe del rankimi shumë i ulët. Problemi tjetër është se ai rankim duhet më mirëmbajt vazhdimisht çdo 6 muaj, edhe është shumë vështirë kur del ulët me çumane. Kjo çet problem ne kemi me CPI-n në Bankë Botërore, janë disa tregues që janë shumë ulët, por ne e dimë që jemi shumë më mirë se shtetet e tjera. Po është jashtëzakonisht vështirë me përmirësuar masanena. Me kaq, më duket që përmbylli, fola shumë, për vëllë. Faleminderit shumë Magim.
për komentet edhe për pikpamjet edhe të Bankës Botërore për disa personale. Unë para se me hap diskutimin, e kisha bo një pyetje që e kem prej Facebooku që na ka ardhur, është interesant. Cili është niveli optimal i bilancit pagesave pranë BCB-s? Nëse i timin është më të ndalë. Niveli optimal i Bilancit pagesave pranë BCB-s. Unë e kishe bilanci pagesave është statistik, është e dhënë. Nuk ka bilanc pagesave optimal. E mbarë prej kushte të shtetit. Mundet me qenë problemi i financimit të bilancit të pagesave, deficiti atje i llogarisë rrjedhëse, por Ashtë unë e kja sot për pytjën e që e ka bo pak. Nëse ka dhënë për llogarinë rrjedhëse, sa është që tash e kemi 7 apo 10%. Atër, optimale është problem me përcaktu, për shembull, e përmendja Agimi, marrëveshja Maastrichtit 60% kërkon borxhin në raport me GDP dhe deficitin vjetor 3%. Ajo është një mas, një par buç, nuk mundet një u bot gjithve. Dhe kjo është një prej problemeve të bashkimit evropian. Për shembull, kur u themelu Amerika së pare u bë unioni fiskal, pastaj monetar. Bashkimi evropian e ka problemin serioz në qoftë se arrin me bë unionin fiskal. Ose për ndryshet qëndrueshmëria e euros është. Jo, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Varet prej mundësisë së financimit. Domethënë nuk varet prej shkallës sa është e madhe apo e vogël, varet thjesht prej mundësisë së financimit të një llogarie rrjedhëse negative në këtë rast. Ne e shohim vendet kanë sezonalitet. Mali i Zi, nëse qyni me sezonalitet tremujor kanjëherë ka deficitin e llogarisë rrjedhëse 3-4%, vjen sezona e verës, vijnë turistat, vijnë parët, ajo vjen me njëherë, ka mundësi me kalu. Në Kosovë ne kemi pas gjithmonë mundësinë e financimit saj përmes remitencave, financimeve oda që kanë të huaja e tjera. Për deri tash nuk kem pas problem, edhe gjithmonë ka qenë pak problematike me cek sa është ajo shkallë. Po e vazhdoj tutje diskutimin me shkëlqimin prej zyrës së prokurorit zyrës kombëtare të auditorit. Përshëndetje të gjithëve, falenderoj profesor për ftesën edhe për iniciativën e këtij punimi studimor dhe të atyre që e kanë mbështetur. Me që edhe si pjesë e punimit, domethënë është përdorur edhe raporti i zyrës kombëtare të auditimit. Kisha mbështetur domethënë pika të shkurta dhe për këmbështimin tonë. Domethënë për atë parë zyra kombëtare e auditimit, domethënë e ka trajtuar borxhin publik në nivel të shtetit. Kemi trajtuar fillimisht kornizën ligjore që thamë limiti prej 40%, edhe mënyrën e funksionimit se si funksionon Ministri i Finançave, divizioni për menaxhimin e borxhit dhe parave të gatshme. Me të vërtetë ka qenë një ekip shumë i vogël në atë institucion dhe ka bërë një punë shumë të mirë. Nuk e di është dikush përfaqësues prej Ministrisë së Financave. Ne si zyrë kombëtare kemi potencial, domethënë edhe ato probleme që u cekën më herët edhe vonesat në iniciimin e nismë deri te ratifikimi të marrëveshjes, ku ka vonesa ajo zakonisht mëdha. Pjesë tjetër domethënë është edhe përgatitjet jo të mira të qeverisë në hyrje të marrëveshjes të kredisë. Kjo u potencu domethënë edhe prej profesorit edhe prej prezantueses që qeveria hyn marrëveshjen kredive dhe absorbimi domethënë nuk është nivel financiar. Kjo tregon që institucionet zbatuese, të cilat janë të tilla domethënë në bazë të ligjit dhe në bazë të rregullave që i ka nxjerrë Ministria e Financave, të raportojnë për ecurinë e projektit. Mirë po ajo deri në tash nuk është nivel të tillë. Kemi potenciuar në raport tonë si rast, domethënë një projekt të shëndetësia ku marrëveshja ka hyrë në marrëveshje të kredisë 2.6 milionë euro. Edhe shohim që pajisja prej 2016 nuk është sjellë Kosovë. Domethënë qeveria po hyn marrëveshje, nuk po i përgatit projektet, mandej po i kushtojnë qeverisë tonë shpenzime të borxhit. Në rastin konkret i kemi ofër 1 milion euro që paguajnë tarifat zotimit
për mjetet të cilat nuk i ka tërheq. Çfarë do thotë kjo? Në një farë mënyrë qeveria e Kosovës po hen borxhe, në një tjetër nuk po arrin të shpenzojë ato mjete. Ndoshta e krijon edhe një imazh jo të mirë te kreditor. Çështja tjetër te mosaftësia e qeverisë për me realizu këto projekte. E kemi për shembull te projekti i shëndetësisë. Në bazë të analizës së Ministrisë së Shëndetësisë deri 5 milionë euro që i ka kushtu trajtimi jashtë QVK-s sikur të kishte pajisjen në vjet. Këto janë humbje për qeverinë e Kosovës, sepse 2 milionë e gjys po hyn marrëveshje të kredisë. Brenda vitit po të kushtojnë 5 milionë për me trajtu sundet që kanë mujtë më realizuar me atë pajisje. Këto kemi të bëjmë me një planifikim jo të mirë të projektet. Domethënë u tha për gjitha këto për limitet, domethënë edhe rregullat fiskale, nëse zgaboj është përmend edhe në punim këto, limiti 30% edhe në valutë edhe shumë falëndere për iniciativën. Atëherë pe hapi diskutimin me kolegë tjerë, u shko dikur të i observim. Të bëna i refleksion, ose prej kolegëve që janë për Skype. Nëse ka dikush në i. Vetëm të komentoj pak. Kjo për këtë rregull CPIA, po, duhet unë e kom gjetë ashtu në website juaj për 2017, që është bu për 2018, nëse kom gjetë, po do ta këshyrim bashkë. Më intereson, ajo shumë e tregues më intereson, se është shumë rëndësi, sepse në vërtet vlerëson cilësinë e institucioneve dhe cilësinë e politikave. Edhe do me thonë cilësinë e qeverisjes, natyrisht na kemi probleme të shumta në këtë drejtim, edhe pa dallim partije, Absolutisht. pa dallim partije. Absolutisht. Ma asnjëri nuk kemi shumë të kënaqur me këtë qeveri që i kemi qenë kritik edhe kuptohet domethënë niveli i zhvillimit e prodhon në nivel qeverisjes mirë, po problemi është se vetë ky problem i auditorit tregon ku je. Për mua është tregues shumë e kjo që ta auditori, raporti i auditorit e reflekton domethënë një situatë që edhe ky tregues i bankës botërore reflekton që problemi është me kapacitetin absorbuese. Ose nashta kapacitetet absorbuese ekzistojnë, por me menaxhimin e kapacitetit absorbuese. Shumë probleme, se ka kapacitete por nuk mund të veprim. Kështu që mendoj se na duhet me kohë këto probleme të alarmojmë. Natyrisht që banka botërore është pak më diplomatike kur i thotë këto probleme, por na jemi shumë brengosur në realitet, si njerëz kur e shohim që është dashur më shfrytzu 9 milionë, është shfrytzu 300.000 euro për 2 vjet, edhe është pagu fin ato mjete, atëherë për neve është shumë brengose. Unë pajtohem që është më mirë me pas një përqindje më të madhe të borxhit mbrëmshëm me maturitet, ai faktikisht kemi thonë, por nga ana tjetër do të kemi parasysh për çka shfrytëzohet. Se nëse një qeveri sot emiton shumë borxhe, shumë bona, po me maturitet 5, 6, 7, edhe i harxhon ajo, i shkep paret që tash pa më parasysh projektet gjatë mandatit vet, atëherë qeveria tjetër edhe populli do të paguajë atë kësaj qeverisë së saj qeverie. Mu për këtë, unë e ceka shumë qartë që te maturiteti, te bona maturitet më gjatë duhet me pas pak më preciz për çka duhet me përdorë, dhe çysh duhet me përdorë, dhe për çfarë projekte të me përdorë. Këtu ishte poenta ime. Nëse më lejohet profesor veç me shtu edhe diçka se harrova me përmend më herët, tek tregues për shembull e matjes së rrezikshmërisë, borxhit e tjera, mendoj që duhet më fut në raport edhe ajo se që është shumë e rëndësishme ne qyrim si bankë botërore është edhe si përqindje të hyrave. Domethënë, me qenë si të i fol për borxhin publik, ju e keni përmend eksportet, por realisht nuk ka të bëjë kurrë me eksportet, për eksportet është borxhi jashtëm i përgjithshëm tek BOP-ja, po jo borxhi publik. Te borxhi publik është si tregues shumë i rëndësishëm sa përqindje të hyrave ty po shkojnë me ilaç atë borxh. Po jo është në raport. Se kompon në shtat, kërkoj falje nëse se kompon, po ajo është diçka shumë e rëndësishme. Sigurisht edhe kem çek sa po paguhen, për 25 vjet në rrit, natyrisht me dëgju. Domthonë ekziston raport, është një çështje që këtu tash mund ta diskutojmë që është në eksport. Ne kemi fatin që kemi euro,
këtë drejtim. Pikërisht. Për ndryshe, po edhe pse kemi euron, borxhi I jashtëm duhet lidhet me eksportin, me të gjitha konstatimet teorike. Patjetër që duhet me kontrollu, duhet me qenë një kornizë që ti s'mundesh me marrë valuta të jashtme, borxhe, nëse s'ki të ardha për eksportin. Për ndryshe duhet me ble dika. Ne jemi specifik se kemi euron, edhe ajo na shpëton. Po edhe pse kemi euron, na për qendrueshmëri patjetër duhet me lidh borxhin edhe me eksport. Sepse në qendrueshmëria fatgjate duhet me lidh me patjetër edhe me eksportin. Kështu që është shumë mirë na me diskutu këto se kanë herë s'po kemi kohë me diskutu. Natyrisht unë mësova shumë edhe për diskutimin tonë. Dhe të faleminderit. Faleminderit, profesori Hakimi, më dun shumë me depolitizu debatin mbi borxhin, mirë po do të me arru që një kompani kur bankroton I ka dy opcione. E ka likuidimin ose riorganizimin. Një shtet kur bankroton, Jo, bankroton si Argentina 3 herë prap ka marrë. Memoria e atine që I ka porët është afat shkurt në botë, fatkeqësisht, edhe mas 10 viteve të krizës Argentinës prap ka marrë bërsh për me hi prap në krizë. Është e vërtetë ekziston një shok, Valentin, që këtë ndërhy pak, ekziston një shok I momentit, sikur në Greci, mirë po grekët jetojnë më mirë se na edhe sot. Nuk u ka prish asnjëherë jeta e tyne. Ata vetë që dash me pagu më shumë me pagu tatim, se s'kan pagu tatim për para. Do thotë shteti me u likuidu nuk mund. Jo. Do thonë duhet me u riorganizu. Rikonsolidu. Tash riorganizimi është problem dhe përvoja historia, kur e riorganizu shtetet, kanë ardhur në pushtet. Najherë dhe dikush ju fort e mirë, për shembull borxhet reparacionet e Gjermanisë për luftës së parë botërore kanë qenë ndoshta në luftën e dytë botërore. Kështu që nuk është çështje që është aq jo politike, përkundrazi borxhi është një diçka shumë ndërlidhur me politikën. Përsëri unë pak në këtë ekstreme. Është I lidhur po fati ynë, këtë rast fati ynë. Sepse kur ki krizë financiare, kur ti prekesh njerëzit në xhep, you have blood on the street, thonë. Ajo është rregulli bazë. Fati ynë si Kosovë, na nuk kemi ende as nga një pjesë të tillë. Fati ynë si Kosovë, një pjesë e këti borxhi që ka hiqë 1 miliard nuk është pak, se çdo vit ne kam rënë se për çdo vjet 20 milionë edhe më shumë ka me hyp kamata. Që ajo është më rëndësi, sa kemi pagu kamat. Pikërisht, mirë, po fati është që ajo pjesa më e madhe aty në parë, megjithatë ka shku në investime kapitale. Nëse këshirni strukturën e buxhetit Kosovës vazhdimisht prej qeverie në qeveri. Kosova ka pas investimet kapitale më të larta, jo 2 fish, po 3 fish në krahasim me shtetet e rajonit. Por shkak të nevojave. Po. 14% ka qenë është 26% e buxhetit. 26-27% e buxhetit. Nuk është askund tjetër në Evropë, as në rajon një niveli të tillë. Tash, te efikasiteti I investime është diçka tjetër. Domethënë sa ka kushtuar 1 kilometër asfalt ose diçka tjetër, ajo është diçka tjetër. Esenca është si politik. Ndamja e buxhetit deri me tash ka qenë një proporcion relativisht mirë. Rreziku është pikërisht tash që është ka bërë që ke zhurmë më madhe, secili ja nisi me 2 parë për rroga, për subvencione, ajo ta prish ty strukturën. Se menjëherë me rregullën fiskale veç tu ka ndryshuar pak këtë vit, ki më pak prej investime kapitale të rregullta, ki bazu më shumë tek investimet kapitale nga çai ekstra parë që vinë prej institucione financiare ndërkombëtare. Nëse norma e absorbimit tyne që ka qenë jashtëzakonisht të dobët kalumen vazhdon edhe tash, domethënë ty atëherë kam me fillu me të prej ka struktura, nuk kime pas 1% GDP-s investime publike kapitale, po kam me dra. Ajo është rreziku. Ndron rregulla fiskale është valide deri në 2025. Tash duke marrë parasysh pa përfshi borxhin e mundshëm të klubit Londrës dhe të Parisit. Mirë, po ne kemi pas këtu diskutime me aktorë të ndryshëm. Çka bëhet nëse nesër po ulen edhe diskutojnë dy shtetet e bëhet një pranim mes veti edhe bartet edhe I borxhit tillë. Pa më parasysh se është. Ky kama ta prek me njëherë çat 30% kama ta prek para se ne rri vitit 2025. Pikërisht, ndrohet ligji. Po pikërisht, ndrohet ligji. Pse se ajo është një shok.
është një shok plus je mrena vetë fakti që është bo 30. E ka lënë 10% buffer zone për të 14, mos e prek nevojë, mos e pas nevojë me ndru ligjin e borxhit. Edhe pse në Shqipëni jam rreu 70% e ndrun e të kalun ligjin e ndrun, po në madhe, momentin që fillon ti me zvoglun e pam 3 vitet e fundit në Shqipëri, në Serbi dhe ku ken Bosnë, është rrit pikërisht në krizën financiare globale sa të prek shumë që shtetin. Na kem pas fat se ne jemi varur si Kosovë prej parave tona. Kosova është eksportues i parave ende. Sistemi financiar ynë ka 86% e depozitave shkojnë në kredi. Alo nuk e kemi rritë 100%. Ata tjerë kanë pas 114-117 kur ka ndodhur kriza financiare në 2008, edhe më një herë ju në recesion. Nëse miro, pse si jemi varur për hiçit? Po e keni nis për hiçit. Esenca është ki fillu prej hiçit, gjë shka doket e madhe. Tu ka rrit borxhi prej 600 milionëve, prej 300 milionëve do ka bo 600 do ka bo 1 miliard, do duket një rritje tepër e madhe, është shumë e vërtet vit në vit. Po në total, si përqindje GDP, prapë është e vogël. Mirë, natyrisht, kjo nuk do të thotë që duhet me lshu hajt punë e madhe se paguajnë tarmet. Absolutisht jo. Se na jemi ka paguajnë borxhin e Jugosllavisë, tash i kemi marrë 381 milion, cilat nuk janë kone të vogla, në atë kohë ka qenë 9% e GDP-s në 2009. Me morën në 300. Edhe ajo... Në garancioni. Jo, e mundë me... Po veç po të thotë. Tana janë, gjithçka është në tavolinë sot, gjithçka është e hapur, edhe dikush ka me i pagu ato. Edhe nuk është parë fort, tash 5.13% e kemi kamatin IBRD-s. Jo, më duket po dhe... Po, unë idesh të fare shkurt, unë mendoj që debati deri tash e ka arsyetu plotësisht idenë e vendosjes të një cikli tillë ekonomik dhe më pëlqeu me të drejtë. Do të më pëlqente edhe më shumë nëse do të isha në gjendje me përcjell çdo numër që keni thonë, çdo çfarëdo mekanizmi që keni shpjegu, që do të thotë se mbetet në nivel të ekspertëve dhe duhet të mbetet aty se unë mendoj që ju ekspertët keni shumë më pak institucione të tilla ku debatoni çështjet e juaja se sa është një civile e gjon, që shumë kollaj vjen bashkë dhe shumë kollaj diskuton për këto sende. Por përsëri mendoj që do duhet vetëm edhe një hap më shumë e bën në ciklin e ardhshëm, ku kemi një përkthyes Google në smuj me fut loj, një përkthyes të asaj që ju e thuni, në formën të cilën do ta kuptoj jo se cili qytetar, se nuk pretendojmë që qytetari cili do duhet të ketë. Po të paktën ta kuptoj unë që si jam larg ekonomisë, jam inxhinier, por me një eksperiencë caktuar, them edhe në ekonomizim të institucioneve tjera, por përsëri më duhet një përkthim i vogël prej kësaj. Cili përkthim është ai i cili për cilin flas unë? Unë flas për diçka tjetër. Për diçka që quhet mesazh i kuptueshëm kollaj për politikanin dhe për atë që do më dhon apo s'do më dhon votën politikanit. Pra në këtë kontekst e kisha pru. Pra, nëse mund thot dikush, si ishte në debat tash kur dal, them shkëlqyshëm. Me të vërtetë mësoj fakti që një grup shumë i mirë ekspertëve debatun tamam ç'është duhet për një çështje aq të rëndësishme për ne, që është borxhi publik. Kjo është e para. Po çka thanë ata? Atëherë nashta isha përbi pak para se më thonë që thanë mirë puna, po jo aq mirë. Mirë, po duhet të qenë një kujdesshëm. Po jo aq mirë, po. Po tash më thonë ai, po mirë, po çka është kjo, do të thonë, çka ishte mirë e jo aq mirë me të tjera? Unë tash duhet dy herë më përbi, edhe për më thonë, okay. E para do të them, kapaciteti absorbuesi joni definitivisht është problematik, sepse kemi mri deri 1 miliard që do të thonte se është mirë sepse 1 miliard janë futur zhvillim. Dhe si të tilla do duheshin gjithmonë për me të shumë shtysa në të para. Por, jo gjithçka në këtë huazim prej 1 miliardëve, ka shku siç duhet, thanë ata, sepse kemi projekte të cilat fare janë shfrytzuar, me një 3-4% që është shfrytzuar, po në anën tjetër kemi edhe projekte të cilat ndoshta sekondut në prioritet me i marr, po flas për Kosovën e re, ndoshta edhe më na ngulfat me një them borxh shumë të madh, i cili jo patjetër jemi të sigurt që do të prodhoj me produktivitetin, faktikisht me ato të mira që do t'i sjell ekonomike, do të jetë kallaj për atë që këtë borxh ta paguaj siç duhet. Me fjalë tjera, kemi gjithmonë një zi e bardhë që është atë ashtu, po kemi edhe atë që thatë në bankë i shifni edhe diçka ndërmjet zezës edhe bardhës. Pra, në këtë kontekst, ndoshta kishte më qenë më e mira, nëse ju përgatitni diçka në fund fare,
një 3-4 që thonë policy rekomendime të politikave që unë jam i bindur që do të bëhen dhe ku ato thonë në këtë formë kështu. Ka problem Kosova akoma bile shumë të madh në kapacitetin absorbues të mjeteve që i merr, ndërkohë që asesisë duhet kjo të na lënë larg mundësisë që ne në këtë fazë shumë të zhvillimore të marrim këtë. Pra, del që është alarmante situata kur ne duhet ta përgatisim një potencial të tillë brenda vetit, që mund të e para. E dyta, mos të ngutemi të shkojmë me drevza në fyt thonë serbët, e kanë një fjalë. Kështu, atëherë kurdo që ja shohim erën pak parave që janë dim, ne themi ta marrim. Pa qenë sigurt se i plotësojnë të gjitha kushtet ajo para që me një produktivitet që dhe të ngritën e tjera, pa kufar problemi del me tutje. Kjo është e dyta. Këtë e kupton gjithkush, ju e thatë. E kuptova donë, besoj, mirë e këto. Në këtë aspekt mendova Alban më shumë për ju, një hap më shumë drejt një përkthimi të vogël në politikat të cilët i kupton edhe politikani edhe votuesi. Pikërisht kjo është pjesë edhe e diskutimit që në fund të i përmendsu edhe diskutimet prej panelit. Me u shkru edhe artikuj që na kem kriju edhe një blog pikërisht për këtë çështje, që këto debate me një shumë debat edhe për njerëzve tjerë. Një këndvështrim për kësaj që del prej diskutimit këtu, po edhe prej pikpamjeve që njerëz mund të pas. Qëllimi tek e fundit do më nxit edhe pak debat më shumë, Qëllimi tek e fundit është me çu mesazhin, pajtona plotësisht Leonin me çu mesazhin të qartë të njerëzit, sa më shumë, sa më qartë që ku jemi. Tash është e vërtet, po them rrem njëjtën pyk, që kapacitetet shumë e vërtet kanë mungu, se e kemi filluar prej hiç. Domethënë duhet të lidhet me kohën. Na kemi projekte si Banku Botëror që na ka dashur me i ristrukturu, me i shkurturu ka disa miliard. Është projekti i shëndetësisë tash që është gjasat me më kthy krejt, është projekti i arsimit, që tash nuk e kanë problem për para, se para ja kemi dhënë, u ka dashur në jesin ja 4 milion. S'dim çka bëjmë ato, do të më kthy për mas, Banku Botëror. Ajo është kosto edhe për ne. Se ne na kushtuam të angazhuar gjithë ata njerëz, gjithë ato vite, mundu me shtyp përpara një reformë në arsim, e cila s'ka hec, pse? Për shkak të një vullneti politik apo një s'ka të diunë, s'ka flasa nëna se ka gjëra të ndryshme. Ekzistojnë kapacitete teknike në shumë raste, po mungon një vullnet politik. Në çka do të flasim fundit po ekonominë politike s'kemi bërë gjë. Se ç'është kafja në fundit varet çka do më mrri, kur do më mrri dhe sa shpejt do më mrri. Qysh do më mrri, jo sa shpejt sa shpejt. Po. Ndërhyju. Nëse unë e bota shkurt vërtet se që thënë drejtë unë nuk marrë e fort, kështu po të i kontriboj pak diskutimin për të kalumës 2-3 vjeqare në agjensit privatizimit. Një dy çështje që nështë apo i shtrojnë si pyetje nështë më shumë, që a i keni konsiderua jo, fatkeqësisht kohë nuk kom pas me një du raportë, kështu që ne kemi pas punu shumë në amandamentimin e ligjit të agjencisë privatizimit me kriju mundësin për me u liru fondet prej fondet e privatizimit. Edhe ligjin vërtet është aprovu që unë po e këshyri tash për të thënë drejtën pak detajet kështu mekanik, po se s'gaboj dikur në nëshkru në 2018 definitivisht, po mars të 2018-ës. Desha vist t'ju referohem një dy neneve që janë më rëndësi këto. Nisi pari flet për rrugën, vërtej unë po perifrazoj pak për mundësin që këto mete me u përcjell në buxhetin e shtetit. Edhe nëse shkoj tutje dikun është nenin non nëse zgaboj, non 19 anë vërtet, se u fol më herët për garancionet, të vishë desha të referohen që të lezoj pak, thot kështu në mandamentin të ligjit, nenin 19A, thot se mvijem. Në rastet e para si pas nenit paragrafit bla bla bla, qeveria Kosovës në emër të Republikës Kosovës garanton dhe ka obligim të pakushzuar për t'ia kthyr fondet të përkohshme agjencisë brenda 30 ditësh
kalendarike me momentin e dërgimit të kërkesës me shkrim nga agjencia. Vjen thot kështu këtu po flasim në rastet kur agjencia nuk është në gjendje për me i adresu kërkesat kreditore të nëse me mjetet e mbajtura nuk mund t'i adresojnë kërkesat kreditore edhe në vërtet po thot edhe kështu që po besoj që është në interes për diskutimin sot, po thot kërkesa e agjencisë drejtuar Ministrisë Financave për kthimin e fondeve të përkohshme përbëjmë prioritetin e parë kundër llogarisë së përgjithshme të thesarit për këto fonde të përkohshme, dhe të tilla nuk do të nënshtrohen asnjë ankese apo pretendimi tjetër nga cila do të paqë. Unë ne dim se ne kemi marrë takime të vazhdueshme me Fondin Monetar dhe Fondi Monetar gjatë diskutimeve të ligjit e ka pas pikërisht këtë breng që do t'i rritet Kosovës boshi publik. Edhe një potencial po prap në llogari që duhet me futur domethënë libra si vargj direkt apo është si contingency liability, siç ajo ka qenë një pikë shumë e madhe që është me trajtu. Unë them drejtën nuk e di. Kështu që si vargj në libra, si garancion. Si garanci 100% si garancion në libra. Por po flasim dikun për në kërkesat e fundit që unë e di që kanë ardhur në drejtim të agjencisë, flasim dikun për më shumë se 200 milionë euro. Transhën e parë që duhet shpërndahet, kështu që është një tip bartë të transferove të qeverisë që 3 vite të tashme, se të gaboj. Kështu unë veç e shtrova nështë për me mendu pak se disa prej detajeve po mi kënë. Një çështje tjetër që prapë besoj është në interes të debati, është një valje vendimeve që ka ndodhur gjatë vitit 2018 për transferimin e pronave të ndryshme në mbikëqyrjet e agjencisë ose në administrimin të agjencisë komunave. Pra po ndoshta numrat më kanë ikë pak, po flasim dikon për 1500 asete të cilat janë transferuar komunave pej gjitha llojeve. Mesin e tyre ka pasur asete të cilat janë shit qysh vitin 2009. Kjo një çështje e agime përmendin më herët, dikush duhet me majtë përgjegjësinë, por dikush duhet me i pagu këto asete herdo kur do. Po supozoj që si të unë po e përmbyllë, vërtet të ndëgju dashtarish me ashtu edhe disha, të ndëgju Valentinin, është me veti që është gradualisht ka në zanëncan profën Selman me këto me këtë nuk puna lënë pa to vazhdimisht me këtë futurizmin e tina kështu. Ndoshta një prej elementeve që është edhe përmendur në raport, po është pjesa e garancive që me ligjin e Kosovës llogaritet si borxh. Edhe këtu për dallim prej praktikave të rajonit, që vende të tjera llogaritet dikon 70%, dikon 30%, se realisht ajo nuk është efektivisht këtë borxh. Nuk pritet që këtë përfunduar si borxh. Mirë po, aktualisht ligji është kështu, po prapë kthehemi te çajo, do të mund ndryshu ligji. Që ajo është një detaj i rëndësishëm që përfshi edhe këtu garancitë element tjetër veç në lidhje me këto që unë e di që gjatë kohës diskutive ne kemi pas bërë do analiza edhe pa diskutim që në llogarit 100% si borxha është pa kuptim. Sipas llogarive tona diku në 15% që i tyne mund me diçka të tillë nëse nuk gaboj. Veç një çështje me servojë. Tha se ekziston një strategji. Dhe Ministria e Financave ka qenë programin e buxhetit shtetëror që u mirë. Kjo strategji që i ka bërë Banka Botërore, a ka bërë strategjinë Banka Botërore për Kosovën, a strategjinë e vet vis-a-vis kreditimit Kosovës? Se nuk e kemi atë dokument për se. Ajo është strategji që ju ka përgatit Ministrisë Financave në bazë të këta për çfarë periudhë është? 2017 është bërë duket për 5 vjet, nuk jam shumë i sigurt. E kanë aty bazohet edhe në
analizat e qëndrueshmërisë së borxhit, që tashmë me lejtë që i përdorin, është dokument që ata e kanë, por nuk e kanë publiku. Ka qenë bazë tyne me realisht tashmë ma kujtohet që është edhe një dokument tjetër, cilën se kam përmend, se na 3 dokumente kemi bërë për një herë për borxhin. Kemi punu intensivisht, me qenë se kemi konsideruar dhe na kemi marrë parasysh që borxhi ka rritet shumë shpejt edhe është mirë me numërën ku ka shkon, çka ka bëhet me to. Absolutisht. Tjetra është jo nuk pajtohem, a pes pajtohem krejt, po veç për tregoj që pajtu ke që duhet më jap numërën shumë ku piqoj. Merren duhet më jap. Ato atë besoj që pajto. Atë i pajtu për fillimin. Për tjerat janë më pak transfer. Absolutisht. Ajo quhet DEMPA, DEMPA, është i mat kapacitetet, është një vlerësim, një farë vegle e Bankës Botërore, ka një 16 pyetje dhe ajo me disa në pyetje me gradimin prej A deri në D, që i mat kapacitetet e gjitha që aty në gjanave që preken kësaj përket borxhit, qoftë legjislaturës, qoftë institucioneve, qoftë menaxhimit ditadites e gjitha ato gjana. Kosova prap nuk ka dalë keq, ka dalë kryesisht mirë, se do thonë ne kemi pas fat se është themelu prej fillimit me ndihmën shumë të madhe të tesorit amerikan. Diçka që ne kemi theksu disa herë është se nuk kanë numër të mjaftueshëm të njerëzve. Për lidhje me ato kanë pas vetëm 3 vjet, kemi kërkuar me rrit dhe ministri i financave di që e ka rrit numrin e tyre. Domethënë është marrë parasysh që duhet të rrit kapaciteti, nëse një prej tyre smuhet, ti mbetesh se e ki front office, middle office dhe back office 3. E ke vazhdimisht me kaninieri, tash ata e kanë rritur 2 apo 3 vjet, nuk e di sakt. Ajo ka qenë një prej kërkesave tona të vazhdueshme që kanë dalë prej 3 raporteve që i përmenda. Falni se po kjo ka shumë bo. Në koment tjetër? Nëse nuk ka në koment tjetër, unë po i thash, po nuk e di a reagoj. Hello, Houston. Nëse nuk ka atë edhe po e përmbyllim, nuk po du me pretendu që i përmbledhet gjitha pikat, mojt qënime për me këto keywords që do të angazhohemi për mi përfshi në këto diskutimet që do të pasojnë këtë kryes për borxhin publik, që është e qartë, por që borxhi publik në terma relativ është jujt, megjithatë nevoja për financim e borxhi publik më rënd me instrument të rëndësishëm, prap me instrument i rëndësishëm, megjithatë duhet me u fokusu dhe kjo pjesa e kapacitetet për me dizajnu projekte, po dhe me zbatu projekte. Gjithashtu çështjet që lidhen me dilemën e rangimit, edhe riskut që potencialisht mundet me rrit koste e financimit të ardhmen. Që na kem pas një financim relativisht lirë, po kjo nuk do të thotë që do të merret të ardhmen, edhe kjo do të përvendësohet kur dizajnohen politikat, po edhe vendimet për me u marrë borxh. Tu e pa edhe me thonë këtë diskutim prap me nuanca, se është me nuanca, me drejtije. Unë po e përmbylli këtu, edhe të i tregu edhe njerë për kushtimi që na do t'i përmbledhen gjitha këto gjeti, me i përkthy prap në gjuhë për audienca ma të gjona, edhe do të shpresojmë që na bashkangjiten edhe në cikle tjera, edhe komentet që i keni informalisht me i diskutu për organizimin shumë atyre në debatet. Faleminderit edhe një herë.